tek një zhvillim i minutave të fundit, sapo ka reaguar në rrjetin X kryeministri i vendit Edi Rama pas vendimit të djeshëm të gjykatës kushtetuese që vendimi i djeshëm i gjykatës kushtetuese pra për lënje në detyrë, duke hedhur poshtë edhe kryeministrin për sa i përket shkarkimit nga kryebashkiaku i Tiranës i zotit Erion Veliaj. Ky është reagimi i parë që vjen nga kryeministri. Ja çfarë shkruan kreu i ekzekutivit. Disa rrjedhime logjike nga vendimi i gjykatës kushtetuese. 1. Ja që edhe një herë u provua se nuk i pas kam kapur unë të tëra pushtetet, dhe kjo është një gjë sa i qartë, aq edhe e mirë apo jo. Së dyti, nëse Tirana nuk do të ketë zgjedhje deri në 2027 dhe kushtetuesja mendon se kryebashkiaku i burgosur i Tiranës nuk mund të largohet përveç se me zgjedhje, atëherë disproporcioni i mbajtjes së tij në qeli nuk është më thjesht në dëm të lirive e të drejtave kushtetuese të personit, por edhe në dëm të së drejtës kushtetuese të popullit të kryeqytetit për të shërbyer nga i zgjedhuri i vet, apo jo. Së treti, çdo njeri normal që nuk e sheh tek qëndrimi i kushtetueses një qëndrim të verbër kundër qeverisë në dëm të madh të Tiranës, por një qëndrim të vendosur parimor, nuk ka sesi të mos pres që me të njëjtën parimësi, kur të gjykoj para burgimin e tij, kushtetuesja ta kthej Erion Veliaj në detyrë për të vijuar procesin gjyqësor në gjendje të lirë apo jo. Pika 1 dhe pika 2 janë të sigurta, pika 3 mbetet për tu parë, shkruan kryeministri. Ndërkohë, letërojmë që kushdo ka në dorë ta ndihmojë zgjidhjen e këtij ngërçi absurd. Të kujtohet se kryeqyteti nuk mund të trajtohet si jetim për vite me radhë. Reagimi i parë i kryeministrit Edi Rama pas vendimit të djeshëm të gjykatës kushtetuese për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj. Pra, ky është reagimi i kryeministrit Edi Rama për vendimin e djeshëm të gjykatës kushtetuese të zgjidhet ngërçi, ka thënë ndër të tjera kryeministri për Tiranën, ndërkohë që reagimin e plotë e gjeni edhe në shqiptarja.com.